Rrjeti I vjetër dhe I amortizuar elektrik në njësinë administrative post-rib ka shkaktuar probleme të shumta gjatë motit të keq të ditëve të fundit, si pasojë e rreshjeve dhe erës së fortë. Disa zona janë lënë për orë të tëra pa energji elektrike. Banorët shprehen se situata përsëritet çdo herë që moti përkeçohet, ndërsa prej mbrëmjes së djeshme janë detyruar të qëndrojnë në errësirë dhe të përdorin qirinj. Mëram qysh në 5 e dhe sot 9 sahatit nuk kanë pas drita me ka I lalla ke punë në urë. Pa drita, mas me pas, s'kam pi kafe zë të la. S'kam pi kafe zë të la, se ku me marë dritat, s'pat me drita. Ja, njështu nuk di që me thonë, unë dhe kur dhe në me vazhdo kështu. Me energji këna probleme se na fikin të shëparë. Gjysën e kusë janë në tërë se salë me drita. Jena me dograzhini, si me thonë, linje me dograzhinin. Drejt kanë na me dograzhini, si një defekt ma I vogël që I bon dograzhin, na fikin dritat ne këto. Na kanë në kesë për dritat. Nuk ka bëva kështu, me në fik dritat, as me partinë e punës nuk kanë fik kështu. Po, valla janë taksat usë regull për çdo gjë. Për drita, për ujë, për çdo gjë, unë I paguaj të rregulla. Na rrim vetëm si zonë, çështë ura me se të shkabajt e nelt, kurse ata tjetë kanë drita, nësë kanë drita. Banorët atje kërkojnë ndërhyrje urgjente nga OSHE për riparimin e rrjetit I cili prej vitesh nuk ka njohur investime dhe ndodhet në gjendje të rënduar.